Prej 3 ditësh në spitalin onkologjik nuk bëhen rrezet për persona të cilët vuajnë nga kanceri. Sipas gazetarit Osman Stafa, prej 3 ditësh, 2 akseleratorët e vetëm që ndodhen në atë spital nuk punojnë. Kjo për shkak se njërit prej bunkerëve i është prishur dera dhe tjetri ka probleme me funksionalitetin. Ai u shpreh gjithashtu se janë rreth 100 pacientë në ditë që shkojnë në spitalin onkologjik për të bërë radioterapi, siç e parashikon edhe protokolli. 2 pacientë rrëfyen për mediat se ndodhen në një situatë vështirë për shkak se lufta e tyre ndaj kancerit është ndalur. Erdha dje aparati i prishur, erdha sot aparati i prishur. Edhe sa do vuaj unë, paguaj makinë të më marrë të më çoj për të bërë një rreze, i lutem kryeministrit të vërë dorë, sepse ne po luftojmë për jetën. Doktori thotë që nëse nuk i bëj rrezet s'do ketë efektin e duhur. Nuk e mendoja se do të vija në onkologjik. Më pruri Zoti, por të paktën të na ndihmoj robi. I lutem kryeministrit se erdhi para 10-15 ditësh në onkologjik për të na parë, të na bëjë një spital të ri sepse ne po luftojmë me jetën tonë. Do kthehem në shtëpi, nesër do të vi prapë. Do vi sepse nuk kam çfarë të bëj. Do luftoj që të jetoj. Aq sa të më jap Zoti, u shpreh në mënyrë drithëruese një paciente. E njëjta situatë është edhe për një zotëri nga Malësia e Madhe, i cili për mediat thotë se prej 3 ditësh nuk po bën rreze, pasi i thonë se pajisja është e prishur. Jam prej Malësisë së Madhe, kam ardhur të bëj rreze dhe më thonë që nuk punon. Bëj përgjegjës qeverin. Jemi të mbaruar, kështu shprehet ai. Situata në spitalin onkologjik prej shumë kohësh është alarmante. Përveç propagandës e fasadës në publik, qeveria Rama nuk ka ndërmarr asnjë hap konkret. Denoncimet dita ditës janë drithëruese dhe shpresojmë që kryeministri, edhe pse shumë vonë, të hedhë një hap edhe për këta njerëz.